Prej ditësh nuk kam surpriza mbi atë se çfarë po ndodh në lindjen e mesme, një pushimit të zgjatur nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Iranin dhe një Donald Trump i cili tha se mos shkuarja e JD Vance në Islamabad nuk nënkupton drejt për së drejti rikthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftë. Kreu i shtëpisë Bardh tentoi të përdor momentin me shumë zgjuarsi dhe delikatesë sa i përket atentatit, tentativës për atentat që ndodhi ndaj tij përgjatë kësaj fundjavë në Washington. Thash nuk pati surpriza përgjatë negociatave të kësaj fundjavë, pasi Abbas Araghchi u largua nga Islamabadi pa një takim me negociatorët amerikanë dhe me një ofertë për cilën amerikanët e quajnë një plan të vjetruar kur bëhet fjalë për hapi Hormuzi, heqje bllokade, por jo eliminim të programit bërthamor. Ndërkohë duket se pakënaqësitë në rritje janë jo vetëm mes amerikanëve, por edhe mes europianëve, të cilët thonë se janë detyruar të paguajnë çmime të fryera sa i përket karburantit për shkak të këtij vendimi i cili nuk është strategjik i Donald Trump. Deklarata më e fundit vjen nga kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili deklaroi se Shtetet e Bashkuara u turpruan në skenën ndërkombëtare nga regjimi iranian. Egon, ndalemi së bashku për ta komentuar këtë deklaratë. Ka pasur le të themi jo kritika, por një qasje të kujdesshme të europianëve kur bëi fjalë për Iranin, duke thënë se Amerika nuk na mori mendim kur hyri në këtë luftë dhe për këtë arsye nuk mund të përfshihemi në këtë konflikt, por duam një zgjidhje të tij. Tashmë është Merz i cili ja thot drejt për drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës se u turpruat sepse hyt pa strategji në këtë konflikt. Çfarë po ndodh me Iranin? Do të kemi një zgjidhje të shpejtë apo është një pyetje e cila mbetet retorike duke parë zhvillimet diplomatike? Së pari, sa i takon deklaratës kancelarit Merz, është një kthim restoje ndaj të gjithë qëndrimeve retorike të presidentit Trump karshi Gjermanisë, specifikisht po edhe Evropës më gjerë, duke qenë se Gjermania dhe Franca janë shtetet që në një mënyrë ose një mënyrë tjetër përfaqësojnë Bashkimin Evropian. Është e gjithë pra kjo që kur ti e merr vendimin në mënyrë të një anshme, siç pretendojnë ato se presidenti Trump ka bërë, do duhet përballesh pastaj i vetëm edhe me pasojat e këtij vendimi, siç në rastin konkret është jo vetëm një armë pushimi zgjatur, por dhe një situatë teje dhe paqartë sa i takon Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një situatë që evidenton çdo ditë më shumë që kalon pikërisht mungesën e strategjisë. Sigurisht jo mungesën e kapacitetit që kanë amerikanët për luftë, jo mungesën e infrastrukturës, jo mungesën e financave të jashtëzakonshme, dhe ti përmend edhe pak më parë rritjet e financimit për armatimin, por thjesht mungesën e strategjisë. Ata janë futur dhe kanë bërë një, thjesht për të përmendur pak dhe aspektin ushtarak, kanë bërë një riformatim të drejtuesve të lartë të ushtrisë amerikane dhe kanë hequr 13 ose 14 general dhe drejtues të ushtrisë amerikane dhe i kanë zëvendësuar me njerëz besnik, pra duke e shndruar besnikrin në kriter të ushtrisë dhe jo aftësinë, siç do duhet të ishte. Pra, është problemi madh ky me administratën Trump edhe aftësinë ushtarake. Ndërkaq që Irani nga ana tjetër me vizitin që ka bërë në Rusi, e ka bërë presidentin Putin që të deklarojë se Rusia do të vijojë të ndjek interesat e Iranit, ndër të tjera. Dhe në këto kushte, cilat janë interesat e Iranit? Interesat e Iranit janë ato që janë bërë të qartën takimin midis ministrit të jashtëm të Iranit, Abbas Araghchi, dhe ministrit të jashtëm të Omanit, ku është hedhur edhe ideja e një propozimi tjetër nga ana e Iranit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, së pari, një propozim me tre pika. Së pari, ndalja e konfliktit. Së dyti, pikërisht hapja e Hormuzit? Jo hapja e Hormuzit. Menaxhimi i përbashkët i Hormuzit midis Iranit edhe Omanit, sepse e ka bërë ishte Araghchi edhe në Oman, vërtet. Po, ishte dhe ky propozim ka ardhur pas takimit me ministrin e jashtëm të Omanit. Dhe së treti, pasi të bëjmë këto gjëra, pra pasi ti të na japësh neve garancin mbi ngushticën e Hormuzit, hajde ulemi flasim për çështjen bërthamore. Pra, duke e lënë të hapur dhe duke mos i dhënë një zgjidhje. Sigurisht nuk pritet që ky plan me 3 pika të përqafohet nga ana e administratës Trump, por kjo vetëm sa e zgjat më shumë konfliktin dhe e bën situatën më të paqartë. Dhe mbi gjitha pasoja globale për cilat edhe kancelari Merz foli. Ndërkohë, kryesafi, kemi diskutuar shpeshherë për faktin se të shkosh në negociata me Iranin, pra ka qenë gjithmonë një sport i vështirë dhe amerikanët dinë diçka të tillë kur bëhet fjalë pikërisht për administratën Trump. Sa i vërtet ishte deklarata e Merz kur tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës hynë në këtë konflikt pa pasur një strategji të qartë se si do të dilnin prej tij?
Nuk mendoj që kjo çështje e strategjisë të ketë qenë të rëndësishme strategji në fakt, sepse strategjia e parë ka qenë ajo rënies së regjimit, që ishte një gjë zakonisht e vështirë të ndodhte nga ajri, e dim shumë mirë, dhe që nuk funksionoi në këtë rast për shumë arsye. Nuk mendoj që regjimi nuk rast sepse kanë një mbështetje të madhe, por megjithatë sepse kërcënoi qytetarët e vet që nëse dilnin përsëri në rrugë do i vlisnin që vranë në disa muaj më para. Strategjia e dytë amerikane në këtë pikë është pas goditjes nga ajri të Tiranit, pas dëmtimit që Iranit i është bërë në mënyrë masive, të mund të ulej në tavolinë dhe të arrinte një marrëveshje. Është një strategji që ka ndodhur edhe herë të tjera në historinë botërore, por nuk ka ndonjë gjë të re në këtë rast, pasi e dërmon se thuash kundërshtarin, pret që kundërshtari të arrijë ose të plotësojë disa kushte, gjë që nuk ka ndodhur ose nuk po ndodh diçka e tillë në këtë rast, dhe unë mendoj që Irani është ai që është në vështirësi në këtë moment, por nuk janë amerikanët në vështirësi. E kam thënë edhe herë tjetër që amerikanët Donald Trump me mënyrën e tij, me teorinë e tij Madman Theory, teorinë e çmendurit që thotë çdo ditë që ka përfunduar lufta ose që ndryshon mendje çdo 24 orë, ka arritur të mbajë në kontroll deri diku tregjet e naftës, por nuk është krijuar ajo kriza gjigante që supozohet të krijonte. Dhe iranianët janë ata që janë në vështirësi dhe mundohen të arrijnë të shpëtojnë çfarë mund të shpëtojnë nga gjithë kjo situatë në cilën ndodhen, dhe të arrijnë një marrëveshje që mund të ruajë paktën një pjesë të programit bërthamor ose një pjesë të raketave balistike ose qoftë edhe regjimin që qëndron në pushtet. Kështu që nuk mendoj se Donald Trump ndodhet për momentin ndonjë nxitim shumë të madh për ta përfunduar luftën, pra mund të rikthehen përsëri luftën, se kanë kapacitet për të bërë diçka të tillë. Le të themi 3 ditë të fundit, pak 72 orë të fundit, kam parë me 10 avion amerikan që janë drejtuar nga Amerika në Evropë në linje mesme për dërguar armatime, municione, gjithashtu dhe avion karburant që përdoren për goditjen ndaj Iranit, kështu që ka kapacitetin për ta rifilluar luftën. Dhe strategjia në këtë pikë është nëse një goditje e tillë nuk ka funksionuar për ta ulur realisht në tavolinë Iranin, ndoshta duhet të ketë një goditje tjetër, ndoshta edhe më të madhe për ta bindur Iranin deri diku të arrijë një marrëveshje, pra sa mund të arrijë një marrëveshje e tillë. Por duhet kuptojmë një gjë që është e vërtetë ajo që Donald Trump dhe amerikanët thonë që ka një luftë të brendshme brenda Iranit, që vjen paktën nga ka shumë shenja që tregojnë të njëjtën gjë, që ka një luftë të brendshme mes atyre pjesës radikale të gardës dhe pjesës deri diku të moderuar, ku dhe Abbas Araghchi në fakt është pjesa moderuar, nuk është pjesë radikale, por në fundit është thjesht një zëdhëndës i politikës, nuk është ai bërësi i politikës së Iranit, kështu që dhe vetë iranianët nuk kanë një ide të qartë se si mund të dalin nga kjo situatë ku ndodhet. Janë në situatë, unë mendoj që Irani për momentin është në situatë më të keq ka qenë nga viti 79. Përveç se është ekonomikisht jashtëzakonisht i dobët, është bombarduar ashtu që nuk është bombarduar në një shtet paktën në 20 vjet e fundit, mund të bombardohet përsëri në ditën vazhdim, javën vazhdim, mund të fillojë prapë lufta pas disa muajsh dhe pas një viti, kështu që e shoh të vështirë se si Irani mund të dalë nga kjo situatë në të cilën ndodhet. Pra nuk ka shumë zgjidhje Irani në këtë moment, pasi është dërmuar kaq shumë sa është dërmuar në këtë luftë. Nëse lufta do kishte qenë deri diku e barabartë, mund të kishte një mënyrë dalje, mund të kishte një lloj negociatash, por në pikë që ndodhet Irani, thjesht po mundohet të fitojë kohë sa më shumë ditë mundur. Letjo Kresave, të falenderoj që ishën programin e sot me mua në War Report. Zoti Lori, kënaqësi gjithmonë. Kemi vënë kështu në fund programit edhe për mbrëmjen e sotme. abcnews.al është adresa ku informohen në kohë reale për të gjitha zhvillimet kryesore, si dhe mund të na dëgjoni në Radio ABC. Mos u largoni nga ekrani i ABC News, vetëm pas pak sokon balla me zërin e shqiptarëve. Bashkë natën e mirë.